Çmimi i qerave të apartamenteve në Fier edhe për 2025-ën ka vijuar të rritet. Sipas ekspertëve të agjensive imobiliare, 5 vjeçarin e fundit ka një rritje prej 40%, teksa theksojnë se edhe në zonat më të lira çmimet nisin nga 150 deri në 180.000 lekë të vjetra. Agjentët imobiliar tregojnë arsyet që kanë ndikuar në këtë rritje të ndjeshme, ku theksohet mosbalanca e çmimit të referencës sipas zonave. Në qytetin e Fierit, si edhe në gjithë Shqipërinë, do thosha unë, është vënë re një rritje e çmimeve të qerave. Kryesisht apartamentet që frekuentohen më tepër janë ato me sipërfaqe të vogla, dhome kuzhinë. Periudha e ndryshimit ka qenë mbas pandemisë ose nga 2021 deri tani, çmimet janë rritur pothuaj 40% të çmimeve të qerave. Arsyet në Fier të paktën janë kryesisht ardhja e stafeve të huaja për mbas fillimit projekteve të ndërtimit paneleve fotovoltaik, kryesisht në zonën e Semanit dhe Darzezës, qytetin e Fierit. Tjetër arsye është edhe zhvendosja territoriale e çifteve të moshuar për qenë sa më afër qendrave të banuar dhe spitalit. Të dhënat e agjensive tregojnë se për zonat kryesore si lagjet Kastriot, 15 tetori, 1 maj apo lagja Apolonia, çmimet variojnë nga 250 deri 300.000 lekë. Rritja e çmimit të qerave lidhet edhe me rritjen e kërkesës për qerafat shkurtra, veçanërisht në muajt e verës. Por rritja e çmimit të qerave të apartamenteve është kthyer në një problem shqetësues për qeramarrësit, pasi e përballojnë me vështirësi. Janë të shtrenjta, për arsye se një pjesë janë të papunë. Një pjesë me pensione nuk e përballojnë dot, edhe kështu që është vështirë. Duhet llogaritur aty jetesa komplet plus qiras, ujë, drita, dikur që s'mund me ilaçet, ti mbledhësh total, nuk i mbledhet për të ngrënë. Po ta dhurojtish. Këtu çalonin çik muhabeti. Dhe thonë që do shkojmë det e Europës. Po të pakën do të arrin, jo si ata, po stadi jetesës tjetë afërsisht me ta. Ka marrë këtu prej 5 vitesh dhe ka marrë një shtëpi me qira dhe nuk ja dalim dot me këto me punën që bëjmë dhe unë jam në shtëpi jetoj me 2 kurora. Prapi kemi kushet të vështira, duam të gjejmë një shtëpi, po janë shumë të shtrenjta. Janë mbi 300.000 lekë. Ju sa paguani në apartamentin që keni marrë? Unë paguaj 200.000 lekë në apartament janë, po prap nuk janë ato kushte që ta përballojnë. Pra në Fier nga viti në vit, po merr formë tendenca për të parë qerat ditore dhe mujore si një formë investimi që gjeneron të ardhura.